Po, nëse për shembull protesta dështon se diçka, e merrni përgjegjësinë ju. Në qoftë se protesta dështon, unë jam i parë, po nuk e di probabiliteti ekziston, se nuk varet nga neve. Po. Pa kam thënë, ne nuk jemi organizator, ne jemi mirëmbajtës që janë roje, si duash ti. Aty ka shumë njerëz të cilët luftojnë janë flursa, luftojnë për interesat e tyre, se ku ka shumë, si të mund, kalabëllëk. Po, mal pa s'ka. Ka edhe dera që futen edhe legu, ajo protesta vlen 40 miliard. S'ka fjalë. Ka vlen 40 miliard dollar si protest, si kapacitet ekonomik, janë 4 buxhete shtetërore, se është luhet pushteti aty. Tani në ka 40 miliard për 4 vjet, nuk ka politikanët lek me i shkrit 100 milion, 200 milion euro për me prish, për me kursye ato tjerat, po e bëjnë. A ka pa buksa në shpirt, se s'po themon se të varfër kemi qenë gjithë, kush bën që kemi rritur ne shqiptarët nga Versaja, gënjen veten i shkreti. Po, absolut, buke speca janë arrit gjithë. Buke speca janë arrit gjithë. Po ja dalim me zotësi, pas zotësi, futja, po ja dalim, a kupton? Po ka që është vlla. A kupton lajnda, nuk ka, si tu është, janë pa buksa në shpirt, shiten për 5 aspra. Shiten për një borxh, shiten për një kredi, shiten. Rezistenca, ndalon njerëz të rinj, po profe, po duhet kështu, dhe kur i bëj pyetën, ç'a kontributori jete ajo protestë? Po unë vit +1. Po ti hajde mor vllai dhe më futu njerë me neve aty, ngri njerë teza e gjitha me radhë, pastaj më fol me imperativ kategorik. Ti je nga Kolltuku, vjen për ne pjesë të bukur aty, se ka vajza të bukura Shqipëria, sa duash, do me i gjujt ato edhe thua po dalin protest. Jo, ti s'del protest vlla. Protest jam unë, avokati, gjithë njerëzit aty që kemi dalë me fytyrë Ramës, po na godet Auland Balla, Rama, X na i quajnë fashista. Në me ju kanë thirrë edhe antiterrori e kanë thirrë. Avokatin antiterrori e ka thirrur. E ty ju halo, ha? Mua jo akoma, mua më përgjojnë. I kam fansa unë, se më dërgojnë donacione. Na s'ta ski vol në telefon. Jo, më dërgojnë donacione. A ki vol në telefon ajo? Për zotin mua më dërgojnë donacione valla. Po, ha? Po, në YouTube. Më ndjekin, nga që më ndjekin gjithë, kur jam me avokatin. Po talon ditë ka shpërndau, balla. Na bërin der mua, ty të betohem vlla, po të kishe mundësi me mbledh 200.000 euro bashk, me ato ore na përmend njerëzit na rritësh PR-in, në botë na e kishte bënë, na e bëni falas. Po. Nxori Koqia shoh me fytyrën time. Jemi 2-1 vlla. Do të kite për ta. Në këtë rast do të kite për Taulandin. Do të kite Taulandin, taus. Rikthehemi përsëri se s'po duam me të bosh te ajo që ke thonë referendum, se i ke thonë dosane shumë të mira në Facebook. Cilat janë ato që i ke thonë Facebook, besoj. Shikoj, në radhë parë unë jam për një gjykatë speciale për pronat. Kam bërë ta teza, i kam bërë teza duke konsultuar me disa miq që unë i dashuroj, a kupton? Që më duan për atë që jam. Edhe më kanë thënë, shpende, di se është problemi, në fund të ditës do vlerësohet mendimi politik. Kjo është një protestë politike. Nuk është një protestë vetëm qytetare, sepse qytetaria është politik. Ne jemi homo politikus, pastaj jemi qytetarë, a kupton? Po. Ne prodhojmë politik. Po, për diçka keni dole? Mbaj disa gjëra shëndim që njerëzit ta dinë që ti je me karta politike. Unë nuk jam Jakobino vlla. Se njerëzit më thonë, thua ti do të Berisha në burg, po unë Berishën nuk kam as bab, as gjysh, as vlla, as kunat, as baxhanak që më dhëmbi për Berishën. Po nuk e them dot Sadria në burg, shpendim burg vlla, se unë nuk jam Jakobin. Unë thëm po, shkote Sali Berisha te Edi Rama, shikoj burimin e të ardhurave, follow the money. Hiqa parat lejt lirë prap, ta përjetoj njerë me 500.000 lek në muaj, me 500 euro në muaj, a jetohet me 500 euro në muaj? Krye familjare, se na bëjnë kështu ma, ne jetojmë mirë se kemi standarte rritje ekonomike, po normale më rritje ekonomike se ti nuk di lekun, ti nuk e njeh lekun, ke 36 vjeç që s'fut dorën në xhep vlla. Jo, më vura, ata veç me karta punoj. Po as me karta, as me karta se kam bodyguardët, shef rriti, i mbyllim ne të gjitha. Më thojti mua herën e fundit që ka dalë Sali Berisha dhe Edi Rama në pazar për me bo pazar me ditë se sa është kila domates. Kur? Një jetë i jetëve. Ta din ata taksistin. Se unë i gjoje, ti i gjonë, se ne lëvizim me taksi, blejmë një makaron, blejmë një sup, shkojmë atje, e marrim vesh hallin e ati punëtorit, thot s'na ka pagu pronari i siguracionet, vjen security, thot kam 3 muaj pa rroga, vjen një gazetar, thot pronari ka 6 muaj pa rroga. Ne i dim vlla. Se na i thonë se jemi personazhe publik. Rama ka vetëm servila, Berisha ka vetëm servila. Ke parti këta njerëzit fillojnë lehin sa bukur ngjoj pronari. Vetëm pronar kanë qenie dhe muret vlla. Ne ç'a jemi këtu rreth jon, nuk kemi as qen as mur. Që të kemi pronar. E vërtet, po kjo që e tha Edi Rama në fjalimin e fundit që e kishte shpërndar, domethënë ti, po bëjnë grupën që e tha më. Edi Rama për mua avokati mendon ndryshe nga unë, se tot është duke i folur të vetëve, unë mendoj që ai e ka lapsus freudian, nga që është burracak, është ajo krimbi që tash, tani e ka zënë frika. Arta Dade, një zonjë shumë e nderuar të Majtës,
sepse të majtët kanë nxjerr kokat nderuara, pa çka se ky e degeneroi të majtën, a kupton, e ktheun në sekt. I kishte thënë një mesazh koduar. E di, mësoje gjermanishtën se do të duhet. Dhe tani është kështu duke u bë, ky është skari vlla. Ke parasysh skarin te mbreti Luan? Luani që vrau vllajën e vet Mufasën që mori hienat e gjitha në fund fare hëngrën hienat e veta. Këtë do të hanë hienat e veta, këtë do të hanë mafioset e vet. Ky mendon se ka mafjen dhe ky ka kontroll. Ky harron që ka instanca më të mëdha botërore që kanë presion dhe mi mafjen. Që kanë mafjen dorë. Që e kanë mafjen dorë. Edhe i thonë, o me ne, o me ata. Dhe ky zotria, nga ignoranca, nga